Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë. Përshëndetjet tona sinqerta mbi vulën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe e pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me mësimet tona njihe pejgamberin përmes virtyteve të tij dhe kemi ardhur tek kapitulli i 39 ku autori pra Imam Tirmidhiu për këtë kapitull na i ka sjell 7 hadithe që tregojnë për veprën e pejgamberit alayhi salatu wasalam para se ai të binte në gjumë, apo thjesht çfarë lutje dhe duash i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka kënduar gjatë shtrirjes për të fjetur. Dhe ju e dini vëllezër se gjumi është një prej shenjave më dështore të Allahut të lartësuar, që tregojnë njohshmërinë e Allahut subhanahu wa taala dhe përsosmërinë e fuqisë së Allahut të lartësuar. Dhe se i madhi Zot është drejtuesi i universit. I madhi Zot o vëllezër na thot tek surja Rum ajeti 23: të tjera shenja të tij janë gjumi juaj natën e ditën dhe kërkesa e juaj nga dhuntit e tij, vërtet në këtë ka shenja për njerëzit që dëgjojnë. Pra gjumi është rahmet, është mëshirë nga Allahu i lartësuar për robërit e tij. Pra gjumi është mirësi prej mirësive më të mëdha që Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë robërve të tij. Siç na thot i madhi Zot tek sura Qasas në ajetin 73, thot i madhi Zot prej mëshirës së vet ai ka bërë për ju natën dhe ditën që të qetësoheni, të kërkoni nga mirësia e tij dhe të jeni mirënjohës. Pra prej mirësisë së Allahut të lartësuar është se i madhi Zot e ka bon natën që ne me pushum të, muratun të, me flejt të, dhe pastaj e ka bon ditën që ne muzgju dhe me ngajt pas të mirave që na i ka dhoni madhi Zot dhe me vrapu pas riskut të. Transmetohet prej Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhu, dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Buhariu, ku thot Abdullah ibn Abbasi se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: ndaj dy mirësive shumica e njerëzve janë të shkujdesur. Ndaj dy mirësive shumica e njerëzve janë të shkujdesur. Dhe e para, thot i dërguari i Allahut, është shëndeti dhe e dyta është koha e lirë. Ndodh që njeriu o vëllezër tërë ditën e lume është i lodhur në punë, apo mund të jetë edhe i smund. Dhe kur të shkon në shtëpi nuk mundet me ratu, nuk mundet mu fjet. Andaj prej mirësive të mëdha që i madhi Zot na ka dhënë neve është edhe shëndetin që ne na ka dhënë i madhi Allah. Për atë i dërguari i Zotit e ka përmend, pra prej dy gjërave njerëzia janë të shkujdesur, ndaj kujt? Ndaj shëndetit. Pse? Sepse kur insani është i smund apo ka ndonjë dhimbje në trupin e tij, është e pamundur që ai me fjet. Është e pamundur që ai me fjet. Për atë edhe autori o vëllezër e nis këtë kapitull me hadithin 254 nga Bera ibn Azib radiallahu anhu, i cili thot se i dërguari i Allahut kur shtrihej në shtrat, dorën e djathtë e vendoste në faqen e tij të djathtë dhe thoshte: o Zoti im, më ruaj nga dënimi yt atë ditë kur do t'i ringjallësh robërit e tu. Po ashtu ka ardhur një transmetim tjetër që është shtojca atë ditë kur do t'i të bësh robërit e tij. Pra këto dy hadithe dhe këto dy transmetime janë të ngjajshëm me njëri tjetrin, që tregojnë për ringjalljen e robit dhe që tregojnë për tubimin e njerëzve para Allahut subhanahu wa taala. Në këtë hadith i gjejmë 3 synete, 3 vepra të pejgamberit alayhi salatu wasalam, të cilët i ka bërë i dërguari i Allahut dhe që duhet i bën muslimani, sepse është i urdhëruar për ta ndjekur sunetin e pejgamberit dhe veprën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra 3 vepra, 3 synete që i ka bërë i dërguari i Allahut para se me ra në shtrat, pra kur është në shtrat, para se me flejt. E para vepër që i ka bërë i dërguari i Allahut është me ra në shtrat, me ra në gjumë në krahun e djathtë. Mushtre në krahun e djathtë. E dyta me vendos shuplakën e dorës tek faqja e djathtë. Domethënë këtë në formë me ra. Edhe e treta me bë dua dhe me lut Allahun e lartësuar, sikurse na ka mësuar i dërguari i Allahut që e ka thonë: o Zoti im, më ruaj nga dënimi yt atë ditë kur ti do t'i ringjallësh robërit e tu. Pra, kjo dua, të cilën e ka bërë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para se me flajt,
Dhe na ka mësu i dërguari Allahut që ne duhet me thonë këtë lutje dhe nuk duhet jemi neglizhent karshi kësaj lutje. Pse? Sepse gjumi është vetë vdekja. Për atë edhe i dërguari Allahut na ka përkujtu neve vdekja nëpërmjet kësaj duaje. Bile siç kanë thonë, vetë gjumi, pra i tërë gjumi është vetë vdekja. Sikurse ka ardhur në një hadith që autori do të na sjell pak më vonë, kur i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka falendruar Allahun, pasi që është zgju prej gjumit. Çfarë ka thonë profeti i Zotit? Ka thonë falënderimi i takon Allahut, i cili na ka ngjall pasi që ishim të vdekur. Dhe tek ai është kthimi. Pra, i dërguari Allahut në këtë hadith po na përkujton neve vdekjen nëpërmjet gjumit, pastaj ringjalljen, tubimin dhe dhënien e llogarisë para Allahut subhanahu wa taala. Pra gjumi, o vëllezër, është e përkujtuesi i gjithë këtyre veprave, duke u nisur prej vdekjes, prej ringjalljes, prej tubimit para Zotit dhe llogari dhënjes. Andaj është e përshtatshme dhe është synet që secili prej neve para se të flan të i bën këto 3 vepra që i ka bëu i dërguari Allahut, pra me ra me flet në kronë e djathtë, dorën e djathtë me vendos në faqen e fytyrës së djathtë dhe me thon këtë lutje dhe këtë dua, sikur ka ardhur edhe një hadith tjetër nga Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, i cili thotë se i dërguari Allahut më ka thonë, dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Buhariu, thotë: o Bara, kur të shkon për me ra me flet, kur të shkon në xhum, merr abdes sikur se mirët abdesi i namazit. Pastaj thotë shtriu në krahun e djathtë dhe thuaj: o Allah, ty të jam dorëzuar. Pastaj thuaj: çështjen time ta kam lënë vetëm ty o Zot. Vetëm tek ti mbështetem dhe vetëm tek ti shpresoj dhe tek ti është strehimi im. Pastaj vazhdon duke thonë, siç na ka mësuar i dërguari Allah, duke thonë: o Allah, e kam besuar librin tënd që e ke zbritur dhe pejgamberin tënd që e ke dërguar. Dhe thot i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot: nëse vdes njeriu atë natë, pra pasi që i ka kënduar këto lutje dhe këto dua, thot ka vdekur në natyrshmërinë islame. Pastaj vazhdon duke thonë: andaj këto le të jenë fjalët e tua të fundit. Pra që ti kur zgjohesh, atë ditë kur do të ringjallemi pa Allahut, këta le të jenë fjalët e tua të fundit që ti ke kërku mbrojtje dhe ti e ke falendruar Allahun e lartësuar për gjithçka. Pra, ne o vëllezër si rob të Zotit duhet ta falenderojmë Allahun e lartësuar, i cili na ka mësuar neve se si me adhuru Allahun. Edhe na ka mësuar adhurimin e tij nëpërmjet fjalës së tij, Kuranit, edhe na ka mësuar adhurimin e tij nëpërmjet të dërguarit të tij, pra sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pastaj autori e sjell hadithin 256 prej Hudhaifës radhiyallahu anhu, i cili thotë se kur pejgamberi alayhi salatu wasalam afrohej shtratit për të fjetur, ka thonë: o Zoti im, me emrin tënd vdes dhe ngjallëm, ndërsa kur është zgju prej xhumit, i dërguari Allahut ka thonë: falënderimi i takon Allahut, i cili na ka ngjall pasi na ka bërë vdekur dhe tek ai do të ringjallem. Pjesa që është përmend në hadith, o Allahu im, është për qëllim, pra e ka kuptimin o Zoti im. Pra, o Allahu im, o Zoti im. Pastaj me emrin tënd, që është hadith, e ka kuptimin me ndihmën tënde o Zot. O Allahu im, o Zoti im, me ndihmën tënde o Zot, vdes dhe ringjallem. Pra, me ndihmën tënde o Zot, unë edhe vdes edhe ringjallem. Dhe kjo e ka bazë në fjalën e Allahut të lartësuar tek surja Al-An'am, ajeti 162, ku thot i madhi Zot: thuaj, në të vërtet namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime i përkasin vetëm Allahut, Zotit të botëve. Në këtë hadith o vëllezër, i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pos që po na mëson neve këtë lutje, ai dhe po na tërheq vërejtjen neve. Pse? Sepse ne jemi shumë fukarenje, karshi dhikrit dhe përmendjes dhe falënderimit të Allahut. Andaj i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po na tërheq vërejtën dhe po të paktën kur bjen në xhum, thuje këtë lutje, thuje këtë dua. Sepse ti dush me falendru Allahun e lartësuar në çdo kohë, në çdo gjendje.
para se më ra me flajt, po të njëjtën kohë me falendru Allahun e lartësuar edhe kur zgjohesh prej xhumit. Pse? Sepse shumë njerëz binë për të fjetur dhe pastaj më nuk zgjohen prej xhumit. Allahu i merr shpirtin atyre dhe vdesin. Atë le të jetë, pra fjala jote, le të jetë kjo vepër e jote, të cilën e ka urdhëruar dhe ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Lind pyetja se kush është urtësia e lutjeve që neve i dërguari Allahut na ka mësuar mi thon lutjet e tona para se më ra me flajt. Urtësia që neve i dërguari Allahut na ka mësuar që me i thon lutjet tona kur të shtrehemi në shtrat ton, është që fjala jone e funit dhe vepra jone e funit me kon lutje, me kon ibadet, sepse ka ardhur në hadithe të sakta ku i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë lutja është ibadet. Për atë i dërguari Allahut na ka mësuar neve që kur të shtrihemi në shtratin për të vjetur mi këndu këtë dua, me i thon këtë lutje, sepse lutja na qen ka ibadet, duke u bazuar edhe në fjalën e të Madhit Zot tek sura Ghafir ajeti 60, ku thotë i Madhi Zot, Zoti juaj ka thonë, lutmuni mua se do t'ju përgjigjem, me të vërtetë ata që tregojnë mendje mëdhenj e nuk duan të më adhurojnë do të hyjnë në xhehenem të poshtruar. Dhe pastaj pjesa tjetër dhe e fundit e hadithit të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe tek ai do të ringjallemi, është e qartë për secilin se ringjallja dhe zgjimi nga xhumi është ringjallja kur robi del para të Madhit Zot dhe ka për dhon llogari para Allahut subhanahu wa taala. Pastaj autori i vëllezër na bjer hadithin e 257 nga Aisha radhiyallahu anha, pra nona e besimtarëve, gruaja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e cila thot se çdo natë kur pejgamberi alayhi salatu wasalam i afroi shtratit për të fjetur, i ka bashku dy durët e tij, pastaj ka lexuar dhe ka fryn to kul huvallahun, felekin dhe nasin, pastaj ka fërkuar i dërguari Allahut tër trupin e tij, aq sa ka pas mundësi, pastaj duke filluar prej kokës, pastaj fytyrën dhe tër trupin e tij, dhe kështu pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot Aisha radhiyallahu anha, ka vepruar 3 herë. Ka vepruar 3 herë. Pra i dërguari Allahut nuk e kalon asnjëherë pa e bë këtë lutje dhe pa e bë këtë vepër. Bile edhe gjatë smundjes prej se cilës ka vdekur i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur është shtre për të fjetur, i ka bashku durt, ka këndu kul huvallahun, felekin, nasin, ka spërkat me pshtym, i ka fry durve, si tregon Aisha radhiyallahu anha, dhe i dërguari i Zotit nuk ka mundur me bë vetë këtë punë, e ka urdhëruar Aisha radhiyallahu anha, ajo ka këndu në duart e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj me dorën e pejgamberit Zotit, Aisha radhiyallahu anha e ka fërku tër trupin e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Pra në hadith po përmendet se i dërguari i Allahut i ka bashku të dy duart, pra i ka bë bashkë kështu. Dhe pastaj ka këndu prej Kuranit, ka kërku ndihmën e Allahut nëpërmjet sureve dhe ajeteve të Allahut të lartësuar. Dhe pastaj pas që i ka bë durët bashkë, i ka bë edhe gishtrinjet e durve, i ka bashku me një tjetrin, dhe pastaj ka këndu mbi dur felekin, nasin, Ikhlas, felekin dhe nas, ka spërkat me pshtymën e tij, duke e fërkuar pastaj tër trupin e tij, dhe ka fillu prej kokës, pastaj fytyrës dhe kështu me radhë derisa ka mbri dy durët e tij për me e fshi tër trupin, Pra nëse insoni është i shtrim, nuk mundet me përfshi tër trupin, po mu ul në shtrat edhe e ka shumë afër me mundet me parafërsisht me kompletu thuajse një pjesë të madhe të trupit, duke e fshi tër trupin e tij. Pra, këtë vepër e ka bë i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke filluar prej kokës, fytyrës, pjesën përparme, pjesën e mbrapme. Siç ka ardhur hadithi tek Imam Buhariu, ku i dërguari Allahut pra ka fshi me dy duart e tij trupin e tij aq sa ka pas mundësi, pra asa e kanë mri duart e tij për me fshi trupin, dhe kjo është sunet dhe kjo duhet veprohet edhe prej nesh. Andaj fërkimi i trupit është bereqet i madh. Domthon pse i dërguari Allahut e ka bënë gjë të tillë? Për shkak të bereqetit të madh që kanë me veti këto fjalë të Allahut të lartësuar. Sepse
njeriu kur i këndon këtë sure dhe e fshin trupin e tij, ai ka kërkuar ndihmën dhe mbrojtjen prej Allahut subhanahu wa taala, që i modhi Zot me rujt prej shejtonit. Dhe shejtoni nuk ka mundësi tash me ju afru dhe me ju fut insonit në trupin e vet. Pse? Se është mbrojt me fjalët e Allahut. Dhe është mundu që krejt trupin ai me e fërku pasi që ai i ka këndu këto 3 sure. Mbi gjitha, si thot i dërguari i Allahut, pra këto ajete janë mbrojtje nga shejtoni i mallkuar, sikurse këto ajete njëjtën kohë janë mbrojtje edhe prej kafshëve dhe prej insekteve, kur insoni bjen shtrat, bjen për të fjetur. I ka marrur masat e sigurisë që e ka urdhëruar i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në hadith po përmendet se kështu i dërguari i Allahut ka vepruar 3 herë. Fillimisht çfarë ka bën? I ka bashku durt. Pastaj ka këndu, pra ka marrë kërkim mbrojtjen. Ikhlasin, felekin dhe nasin, ka stërpik me pshtym në këtë formë. Edhe ka pshty dhe ka fillu prej kokës. Kjo është një herë. Pastaj e kthy për sdyti, i ka këndu, domethënë surët, ka spërkat me pshtym dhe me frym, edhe e ka vazhdu, e ka limu, e ka fërku tër trupin, edhe përsëri është kthy herën e tretë, e ka bot njëjtën formë, dhe kështu pra është mundu i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra me përmbledh gjithë trupin e tij, me mbrojt me fjalët e Allahut subhanahu wa taala, duke filluar prej kokës dhe pastaj duke e fshi tër trupin. Andaj insoni o vëllezër duhet me pas parasysh një gjë. Ajo është mirë që secili prej neve me e lexu edhe kuptimin e këtyre ajeteve. Me ditë domethënien e këtyre fjalëve të Allahut që neve i Madhi Zot na ka urdhëruar nëpërmjet të dërguarit të tij me i këndu kur ne kemi rënë shtrat për me flet. Kur robi e din kuptimin e ajeteve dhe e din se kush është qëllimi, pse i Madhi Zot i ka thonë këto fjalë, pse Allah i lartësuar ka kërkuar që ne me i këndu dhe me kërku mbrojtje prej tij karshi shejtonit dhe insekteve. Se kur njeriu o vëllezër e din kuptimin dhe e din komentin e tyre, ajo është pra këndimi dhe lutja, dhe kjo vepër është më efektive për ato i cili i këndon dhe vepron. Edhe është njeriu pastaj është më i sigurt sepse e din atë vepër që po bën dhe e din se çfarë kuptimi kanë këto ajete. Për ato është mirë, siç e kanë përmendur ulemaja, me e lexu edhe kuptimin e këtyre ajeteve, kësaj vepre të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Njëjtën kohë, pos që lejohet pra këndimi i këtyre sureve para se me ra me flet, ku shtrihesh në shtrat dhe fshirja të trupit, njëjtën kohë lejohet këndimi i këtyre sureve me i bë rukje vetës. Pra kur njeriu është i smund, ose kur ka ndonjë dhimbje në trupin e tij, ose kur ka ndonjë plagë në trupin e tij. Dhe kjo është vërtetuar nga vetë vepra pejgamberit alayhi salatu wasalam, siç na tregon nëna besimtarve Aisha radhiyallahu anha. Dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Buhariu, ku thot se kur pejgamberin alayhi salatu wasalam e goditi smundja e vdekjes, ai lexonte vetës surët kërkimbrojtëse, Ikhlas, Felek dhe Nas, duke e fryrë në duar e pastaj duke fërkuar trupin. Por kur smundja ju rëndua, thot Aisha, ja kam lexu unë surët dhe pastaj me dorën e tij ja kum përmbledh apo ja kum fshi tër trupin e tij, duke shpresuar në bereqetin e saj, pra në bereqetin e durve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mirë po, kjo vepër nuk bëhet vetëm duke i këndu vetës vet, duke i bërë rukje, por kjo vepër lejohet edhe nëse ti shkon për me vizitu dikon i cili është i smund. Shkon për hir të Allahut të lartësuar, me vizitu një person i cili është i smund, edhe e vendos dorën tënde djathtë tek balli i të smurit, apo tek dhimbta, apo tek vendi ku ai ankohet dhe i kënon këto sure. A kemi bazë në këtë? Po kemi bazë. Kemi në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasallam që na tregon neve nona besimtarve Aisha, dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Muslimi, e cila thot se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjatë vizitave të njerëzve të smur, pra kur i dërguari i Allahut ka shku dhe i ka vizitu njerëz të cilët kanë pas smundje dhe janë anku prej dhimbjeve të smundjeve, ka thonë, e ka bë duan, largoje smundjen o Zoti njerëzve, shëroje, sepse ti je ai që jep ilaç,
nuk ka shërim përveç teje, ilaç i cili nuk lë smundje pas vetës. Pra, edhe këtë lutje i dërguari i Allahut kur e ka bën në fund, pasi që e ka këndu Kul Huwallahun, Felekin, Nasin, pastaj dërguari i Allahut ka transmetime tjera që i ka këndu edhe ajetin Kursi, pastaj në fund e ka bërë edhe këtë dua, këtë lutje dhe pastaj pra ka fërku vendin ku ka pas dhimbt ose plagën ose e ka fërku edhe tër trupin e tij. Një prej komentuesve të Sahih Buhariut, që është hoxhi i madh dhe komentuesi i madh, Ibn Hajeri rahimullah, kur e ka komentuar librin e Imam Buhariut, 18 vite ka punu në këtë libër. 18 vite derisa e ka bërë këtë libër, që nuk ka koment më të mirë se sa Ibn Hajeri. Para të dhe ulemaja, kur kanë folë për këtë Ibn Hajerin, kanë thonë, nuk lind nona mo sikur se ky burr. Domethënë çdo send e ka godit dhe e ka qëllu në vendin e dyre. Kur i ka bërë 18 vjet, ulumtim dhe punim të komentimit të Imam Buhariut, i ka shpjegu këto hadithe, në fund i ka mbledh krejt ato talebet, farefisin e vet, dhe ka shtru drek, sepse e ka falendru Allahun që i modhi Zoti e ka mundësu me përfundu një libër të një hoxhet madh, pra Imam Buhariut, që i ka përmbledh hadithet e sakta, dhe thot Imam Ibn Hajeri, pra masi që i komenton këto hadithet të pejgamberit alayhi salatu wasalam, thot se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka këndu këto sure kur është shtre për të fjetur, po të njëjtën kohë thot Ibn Hajeri se pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka këndu këto sure edhe kur ankohej për ndonjë dhimbje që e kishte në trupin e tij. Dhe pastaj autori i vëllezër na bjerë hadithin e parafundit nga Ibn Abbasi, i cili thot: një natë prej netëve pejgamberi fjeti derisa ka fillu me kërhat në gjumë, sepse i dërguari i Allahut, thot Ibn Abbasi, kur ka flet ka kërhat. Pastaj thot ka ardhur Bilali radhiyallahu anhu dhe e ka thirr për namaz sabat. Dhe pejgamberi i Zotit është ngrit dhe është fal pa marr abdes fare. Dhe në këtë hadith thot pra Ibn Abbasi, autori e përmend këtë hadith, tregohet një ngjarje. Pra Imam Tirmidhiu pastaj e ndërprend këtë hadith dhe thotë se në këtë hadith tregohet një ngjarje e cila na vjen neve në kapitujt e tjerë, por atë edhe nuk ka dashur këtu më u zgjënu shumë, pra Imam Tirmidhiu. I dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka flajt ka kërhat, dhe kjo e me tregu sepse ka rënë gjumë thellë. Pra ka flajt shlir, ka rënë në gjumë thellë. Pastaj çfarë thot? Ka thot Abdullah ibn Abbasi, transmetuesi këtij hadithi, po na tregon që do thotë se Abdullah ibn Abbasi ka qenë vetë me të dërguarin e Allahut në dhomën e tij, edhe ai ka qenë prezant. Thot pastaj, kur ka rrojë dërguari i Allahut në gjumë, ka kërhat, pastaj thot ka ardhur Bilali radhiyallahu anhu dhe e ka zhupe gjumit pejgamberin e Zotit, ngritu se ka ardhur koha namazit sabat. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam është ngrit dhe është lidh namaz duke mos marrur abdes. Çfarë kanë thonë dietarët për këtë hadith dhe për këtë vepër? Dhe ky hadith është i saktë. Kanë thonë se kjo ishte një gjë e cila ka qenë e veçantë vetëm për pejgamberin alayhi salatu wasalam, ku i dërguari i Allahut është dalluar me këtë veçori. Sikurse që ka ardhur hadithi tjetër, që është tek Imam Muslimi, ku i dërguari i Allahut tregon për veten e vet, po ashtu tregon edhe për pejgambert e Allahut. Çfarë thotë i dërguari i Allahut? Thot se vërtet ne pejgambert kur flajmë, sytë e tonë flajnë, ndërsa zemrat e tona janë të zgjuara. Sytë e tonë flajnë, ndërsa zemrat e tona janë të zgjuara. Për atë dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ngrit prej xhumit dhe ka shku direkt në namaz. Pse? Sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam, edhe nëse ka qenë në gjumë thellë, ai e ka ditë më së miri se a e ka prish abdesin apo nuk e ka prish abdesin. Ai e ka ditë më së miri se e ka pas abdes apo nuk ka pasur abdes. Për atë është lidh direkt namaz, sikurse tham hadithin e Imam Muslimit. Dhe autori na sjell hadithin e funit 259 për Anas ibn Malikut radhiyallahu anhu, i cili thotë se kur pejgamberi alayhis salam i afroi shtratit për të fjetur, ka thonë: falënderimi i takon Allahut që na ka dhënë me ngrënë dhe me pi, na ka furnizuar dhe na ka dhënë strehim, dhe thot sa njerëz ka pa mbrojtje dhe pa strehim. Pra i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam
e ka falendruar Allahun e lartësuar, duke thonë falendrimi të takon ty o Zoti i cili na ka dhënë neve me hongër dhe me pi. Dhe të njëjtën gjë duhet me bëu edhe ne. Ai ka qenë pejgamberi i Allahut dhe e ka lutur Allahun më shumë se sa gjithë njerëzia. Sikurse ka ardhur në hadith kur i kanë thonë ti je i dërguari i Allahut, tu kanë fal gabimet e kaluar dhe të tanishmit. Pse po e lodh veten sepse ju kanë hetur kohën tu bën namaz? Ka thonë, a mos t'jem unë rob, jo falendrues karshi Allahut. Pra i dërguari i Allahut e ka bë këtë lutje. E ka bë këtë dua, të cilën edhe ne duhet me bë. Me falendru Allahun i cili na ka dhënë me hongër dhe me pi. Me falendru Allahun e lartësuar i cili na ka bë që nëpërmjet ushqimit dhe pijes me fresku shpirtin ton, barkun ton. Dhe kështu duhet të jetë. Pra kjo ka qenë vepra e profetit dhe kështu duhet të jetë edhe vepra jon, që insoni pra kur të bjerë me flet, me thon këtë lutje, pse se ti ton ditën e lume, ke hongër dhe ke pi, falendroj Allahun e lartësuar për ato që ta ka mundsuar me ngron dhe ta ka mundsuar edhe me pi. Pastaj çfarë thot hadithi? Na ka mjaftuar Allah. Pra ka mjaftuar Allah ty për çdo gjë e cila ty të ka shqetësu, të ka pengu, ti e kthy tek Zoti. Ju ke mbështet Allahut, prej ti ke kërku ndihmë, prej ti ke kërku lehtësim. E ke falendru Allahun e lartësuar për çdo gjë. Pastaj pjesa e hadithit thot Allah i lartësuar na ka dhënë stre. I dërguari Allahut, falenderojmë ty o Zot që na ke dhënë ti neve stre. Pra me falendru Allah se ti neve na ka bën me shtëpi. Sa njerëz sot janë rrugëve, nuk kanë se ku me flet. Sikurse kanë përmend ulemoja dhe kanë thonë, ai i cili hyn shtëpinë e vet, e mbyll shtëpinë e tij, ai ka fletur, apo ai ka thjetur, apo është mbuluar me mbulesën e Allahut të lartësuar. Pra i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend këtë dua me tregu ty se Allahut ka dallu prej krijesave tjera. Nuk të kalon ty në rrugë me flet, por ta ka mundsuar i Madhi Zot që ti me fut kokën tënde në shpinën tënde dhe me flet rahat. Pra atë dhe insoni duhet me falendru Allahun e lartësuar për çdo gjë që i Madhi Zot pra ja ka dhënë. Dhe në fund autori e përmend hadithin e 260 nga Ebu Katade, i cili ka thonë se kur pejgamberi alayhis salatu wassalam flinte natën, shtrihe anën e djathtë të tij, përderisa kur flinte pak para sabahut, vendoste bryllin e tij në tokë, ndërsa kokën e vendoste në shuplakën e dorës. Pra kur i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pasur kohë për me fjet, gjumë të thellë, sikurse është gjumi i natës, o shtren krahun e djathtë. Ka flet në krahun e djathtë, sikurse lexuam hadithin në fillim, dhe dorën e djathtë e ka vendosur pra nën faqen e kokës së djathtë. Këto kur e ka bë, kur ka pas kohë të mjaftueshme për me flet. Atëherë është shtre për me flet gjumë të thellë në krah djathtë, duke vendosur kokën në dorën e djathtë. Pastaj çfarë thot sahabiu? Thot kur flinte pak para sabahit, e vendoste bryllin e tij në tokë, ndërsa kokën e vendoste në shuplakën e kokës. Në shuplakën e dorës. Pse? Kështu në këtë formë. Kështu e ka qit. E ka qit bryllin në tokë, kokën e ka qit këtu. Pse e ka bë këto? E ka bë se nuk ka pas kohë të mjaftueshme për me flet, sepse ka ardhur koha namazit sabahut, ka qenë shumë afër. Edhe insoni kur flen këtë formë apo kur pushon këtë formë nuk ndihet rahat. Një lëvizje e vogël e zgjon prej xhumit. Edhe me këtë hadith ulemoja kanë thonë se ky hadith është argument, apo prej këtij hadith përfitojmë se lejohet pushimi apo thjetja pak para se marrë koha namazit sabahut. Dhe kur bëhet kjo? Bëhet atëherë kur njeriu është i sigurt se mundet mu zgju për namaz sabahut dhe nuk i ik namazi sabahut, ose kur e ka dikon afër i cili e zgjon prej xhumit dhe i thot, hajde se ka ardhur namazi sabahut. Kështu ka bëj dërguari Allahut, pra kur ka pas ende kohë për me fal namazin e sabahut, ka pushuar në këtë formë. Pra është shtre, e ka qit bryllin në tokë, edhe kokën apo pjesën e fytyrës e ka vendosur në shuplakën e dorës. Në shuplakën e dorës. Po ashtu, pra për këtij hadithi përfitojmë apo tregohet gjendja e atyre të cilët rrinë të natën pa gjumë, dhe pak para se marrë koha namazit sabat, ata shtrinë shtratin e tyre, vendosin kokat e tyre në jastëqet e tyre dhe thellojnë gjumin e thellë, gjë që atyre ju ik
falja namazit të sabat, qoftë vetën, qoftë edhe me xhamat. Pra këto ishin disa prej hadithe të pejgamberit alayhis salatu wassalam që autori Imam Tirmidhiu na i ka pru në këtë kapitull të 30 se çfarë vepronte i dërguari i Allahut apo çfarë lutje bënte i dërguari i Allahut kur binte për të fjetur. Sallallahu alaihi wasallam, Allahu i shpërblet për ndëgjim.